Kartoni verdh i Rej Manajt pas festës me Shqipërinë në Serbi ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale dhe shumë kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve pasi një futbollist nuk mund të ndëshkohet pse bën simbolin kombëtar. Megjithatë, sulmuesi i Shqipërisë nuk është ndëshkuar për festën me Shqipëri, të paktën sipas presidentit të FSHF-s Armand Duka. Duka deklaroi për gazetarin Blendi Fevziu se Manaj u ndëshkua për festën në stolin e kundërshtarëve. Manaj dhe çdo futbollist tjetër mund të festojnë me Shqipërinë sa herë të duan dhe asnjëherë s'do të ndëshkohen me karton të verdh. Rasti konkret është ndëshkuar me kartonin e verdh sepse është festuar në pankinën e ekipit kundërshtar, e cila mund të ishte provokim dhe të sillte trazira në fushën e lojës. Ky është interpretim zyrtar, vendimi i arbitrit. E thash dhe më parë, kartoni verdh jepet në raste të tjera kur provokon kundërshtarin, spektatorin ose kur heq bluzën pas shënimit të golit. Se feston me Shqipërinë, as nuk është ndëshkuar dhe as nuk do të ndëshkohet me karton të verdh, tha presidenti Armand Duka.